أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavatet, selamet të dashurit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Lutë Allahun që të na pranoj ibadetet e ditës së sotme dhe të na falë mëkatet e kësaj dite dhe të ditëve të tjera. Allahumma amin. Vazhdojmë me hadithin e 7 ku transmetohet nga Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu që ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë: feja është këshill. Shokët e pyetën pejgamberin alayhi salatu wassalam, për kë, o i dërguar i Zotit? Ai u përgjigj për Allahun, për librin e tij, për të dërguarin e tij dhe për udhëheqësit e muslimanëve, si dhe për pjesën tjetër të muslimanëve apo muslimanët e thjeshtë që s'janë udhëheqësa. Feja është këshill për Allahun, për pejgamberin, për librin e Allahut, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për udhëheqësit edhe për popullin. 5 gjëra e ka përmend. Të dashur vëllezër, nuk mund të ikim pa përmend diç nga biografia e këtij burrit të madh Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, i cili ka qenë burri që e ka pa Dejjalin, që është taku me Dejjalin, është taku live me fitnën, sprovën më të madhe që ekziston në këtë botë, për të cilën pejgamberi, pra për këtë sprovë, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: nuk ka pas pejgamber e të mos ua këtë tërhek vrejtjen popullit të tij për fitnën e Dejjalit, e cila është fitnja më e madhe. Edhe unë po a tërhek vrejtjen, thot për ta, edhe po ashtoj një informat të cilën nuk e kishin apo nuk e dinin pejgambert para prakt, pra nuk i kanë tregu popullit vet. Ajo është se innehu a'war, ajo është njëri sy e ka të verbër, është me një sy, e këta që e ka edhe këta të shtremt. Edhe në balë shkruan qafir, të cilën ka mundësi me lexu çdo kush që di shkrim lexim, por edhe ai që nuk di shkrim lexim, secili mund ta. Tamim ad-Dari është burri që ka hup ndeti, e ka hup udhën, edhe për një muaj të tërë ndalgët e detit, ata dhe një grup shokësh i kanë marrë poshtë dhe nalt. Që u falit 2 rekat. I falit 2 rekat pas e ne ullu. Allah të rujtë. Mas një muje, udhëtim, kanë gjetë një ishull, edhe e kanë pa aty ka një kafsh i ka zatet, por nga se e ishte mshtjellur me qime, me lesh, nuk dallohej koka prej bishtit saj. Edhe ju foli, i thanë, kush je ti? Tha, ajo, unë jam gjessase. Gjessase, nëse do ta përkthenim shqip, ajo e cila shikon lajmet e të tjerëve, interesohet, edhe çon informacione. Ajo si duket i ka çuar informacione Dejjalit. Edhe i thot, mos pyetni për mua kush jam, po e jani t'ju tregoj për njonin. Ku i merr i çon me një shpellë. Nuk e din këta atë ishull ku ka qenë ai ishull. Mirë po, thot, kur him aty mrena, thot, i shkon një njeri i lidhur me zinxhir, i lidhur. Edhe thot aty thot na pyeti për disa pyetje, edhe në fund, se nuk është dersi për ta, për Dejjalin, në fund na tha, njekeni pejgamberin alayhi salatu wassalam, se ai është ju mësu mirë, është ju mësu hakikat të vërtetën. Prandaj ndiqeni rrugën e tij, nëse doni të jeni të shpëtuar. Edhe ky thot, ky s'ka qenë musliman, ka ardhur ka lyp pejgamberin alayhi salatu wassalam në Medinë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gëzuar me këtë lajm.
Edhe I ka thonë sahabëve, therrni njerëzit, le të vinë le ta ndëgjojnë çka po thotë ky. Thotë ajo ku më tregu për Dejjalin po. Ç'a njeri e ka pa. Kështu I ka tregu Tamim ad-Dari këtë ngjarje dhe ka ra shahadet. Është bo musliman. E që ky burr qëtë hadith e ka ndëgjuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, që është hadith I sakt, I shënun tek Sahihu I Muslimit. Merrni një këshill, vëllezër. Kur të thuhet e shënon Buhariu një hadith, ose e shënon Muslimi, ja Buhariu, ja Muslimi. Dije që ato hadithe janë sakta me zinxhir transmetimi deri tek ne. Ndodh që një hadith ta transmetoj veç Buhariu, një hadith ta transmetoj veç Muslimi. Por ndodh që ta transmetojnë të njëjtin hadith të dytë, edhe Buhariu edhe Muslimi. Ky ndryshe quhet në gjuhën e shariatit muttafaqun alej, janë bashkuar të dy ulemat në saktësinë e këtij hadithi. Dhe librat më të saktë të haditheve janë Sahihu I Buhariut, pastaj Sahihu I Muslimit. Nga saktësia këtë renditje kanë Buhariu, pastaj Muslimi. Buhariu ka qenë mësues I Muslimit, Muslimi nxënës I Buhariut. Por nga arti I renditjes, disa ulema e kanë nxjerr Muslimin të parin në artin e renditjes. Por gjithsesi, Sahihu I Buhariut mbetet më I vlefshme edhe më prioritar se sa ai apo më elitar se sa ai I Muslimit. Feja është këshill. Çka do të thonë feja është këshill? Kjo është, do të thonë, pa përmbledhje me fjalë më të thjeshta dhe më feja është këshill, do të thonë që feja këshillon, feja të mëson, feja të jep nasihate, feja të jep mësime, feja të edukon, feja të mëson për Allahun, për botën tjetër, edhe për dunjan. Feja të mëson halalin, feja të mëson haramin, feja të mëson shirkun, kufrin, feja të mëson tauhidin, monoteizmin, feja të mëson farzin, feja të mëson sunetin, të mëson bidatin, të mëson mekruhin, të urrejturën. Ti mëson të gjitha sanet, feja në këshill. Kush pason fen, ai ka marrë mësimet e saktat, mësimet e xherit. Pak a shumë në këtë formë do ta kisha elaboru, pa hyrë do të thonë detaje edhe në mes fjalëve të ulemave, sepse qëllimi jonë është për xhamatin që e kemi këtu mos me ngarku për te mundësive. Shokët e pyetën, feja është këshill, po ja Rasulullah, për ka? Thasht për Allahun, për librin e tij, për të dërguarin e tij. Për Allahun, feja të mëson për Zotin. Feja nga kush ka zbrit? Ka zbrit nga Zoti. Por, çajo fe që Zoti ka zbrit, ajo të mëson për Zotin. Kur të mëson për Zotin, edhe ti e ndjek çato mësime të fesë, a përfiton diçka Zoti prej asoj këshilla, a përfiton ti? Padyshim se përfiton ti. Domethënë, kur të mëson Zoti që mos bën shirk, kjo gjë, kur ti s'bën shirk, nuk I bën shoq Allahut, a përfiton Allahu prej kësaj vepre tone? Jo, ti përfiton. Domethënë edhe atëherë kur Zoti thotë ç'ta bëne, e ç'ta mos e bën, edhe atëherë kur Allahu kënaqet me ibadetet tua, edhe kur mërzitet me mëkatet tua, jo se ai përfiton, por se ti përfiton. Gjithmonë dobia kthehet te ti. Allahu është Allah. E madhrojnë çdo gjë që ka në tokë dhe në qiell. Mbi tokë, nën tokë, mbi ujë, nën ujë. Kudo që ekziston çdo gjallës e madhron Allahun e lartësuar. S'ka Zoti nevojë për ibadetin tënd. Thjesht kur ty të sheh Allahu që po I bën disa adhurime, ai gëzohet për ty, për të mirën tënde, se I ka vendosur vetes rregulla. Ai I cili e adhuron Allahun dhe nuk I bën shirk, e ka të garantuar xhenetin me lejet e Zotit. Dhe kundërta, ai I cili I bën shirk Allahut apo kufër, ai ka të garantuar xhenemin. Gjithmonë dobia ose dëmja është te ti. Prandaj feja është e zbritur nga Zoti, të mëson për Zotin, por përfiton ti për asaj feje, për atyre mësimeve. Feja të mëson ç'është me madhnu Allahun, ç'është mos më bë shirk, mos më bë shoq,
ç'është me e dasht, ç'është me nënshtru, etj. Pastaj tha për librin e tij. Feja të mëson, të këshillon për librin e Allahut ç'është me e shfrytzu, ç'është me mësu, ç'është me respektu, edhe ç'është me i marr, thamë që na mëson si me respektu librin e Allahut xhaleshanuhu, ky libër i cili është i zbritur nga Zoti dhe na mëson për Zotin, na mëson për halalin, haramin, për të mirën, të keqen, dhe është udhëzues, sepse Zoti xhaleshanuhu nuk i fol gjithë secilit njeri direkt. Tyje, mua, ty nuk na fol direkt. E vetmja formë të cilën, përmes të cilës na ka fol dhe vazhdon të na flas, pse po them vazhdon të na flas? Sepse Kurani është i pavdekshëm. Kurani është i pandryshueshëm. Kurani është i pafund. Edhe kështu ti kur lexon Kur'an ti jetu fol me Zotin. Edhe pse i ka zbrit Muhamedit alayhi salatu wasalam, ai është i dobishëm për gjithë secilin. Prandaj feja është këshill për Kur'anin, për librin e Allahit. Feja është këshill edhe për mësimet e Muhamedit apo për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka na mëson? Na mëson si ta besojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sakt. A dini pse po them sakt? Nga se ka njëri që pretendon se beson Muhamedit alayhi salatu wasalam, por në fakt e beson gabim. Për çka? Për shembull, mendon që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka hise të hynis, është i shajt, në të aspektin i shajt, është i pavdekshëm. Ai ti pranon duat, ai të fal ty e vlad, ai ty ti fal gjunahet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ty të çon xhenet. Këto keq kuptime bëhen nga dikush. E feja që o këshill në ka mësu qysh me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sakt. Pra nuk është e mjaftueshme me thonë po e besoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por është e obligueshme me ditë qysh po e beson, me besu sakt, me besu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Pse kemi thonë këto dyjat? Kemi përmendur një prej derseve të kaluara. Këto dyjat, rob dhe i dërguar i Zotit, për mi thonë me kuptu njerëzve se ai para se të jetë pejgamber është njeri. Para se të besoni se ai mund më konë që i ngjall të vdekurit, edhe të falë evlad, edhe të pështon pe xhehenamit, jo. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka qenë njeri, sikur se ti edhe unë, prej mishit, prej ashtit, prej gjakut. E ka dallu nga pjesa tjetër e njerëzve, Allahu e ka dallu me profetësi. Me profetësi. E ka bo pejgamber thjesht. E tash, na nuk e shejtrojmë, po në anën tjetër fjalët e tia ja marrim. Pse ja marrim fjalët e tia? Se ai nuk flet nga hamendja. Ai nuk flet nga mendja e tij, por flet me shpallje. E na, kur e besojmë pejgamberin alayhi salatu wasalam sakt, na dhe dim deri në çfarë mase me ngu ata. Deri në çfarë mase mos me e tepru me ta. Feja na ka mësu se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është Zot. Nuk është Zot. Feja na ka mësu se na nuk kemi drejt me madhru pejgamberin alayhi salatu wasalam deri në atë mas sa me kalu në adhurim. Me kalu në adhurim. Edhe me fillu me ju lut atij. Apo me mendu sikurse dikush jo musliman që mendon se pejgamberët janë bijtë Zotit, evlat Zotit, audhu billah. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka vdek duke thonë këshillat e fundit, mos më lavdroni, mos e teprani në lavdrim ndaj meje, që që kanë tepruar krishterët ndaj Isës alayhis salam. Por thuni, është rob i Allahut dhe pejgamberi i tij. Momentet e fundit po i thot. Ne nuk besojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ringjall, së ringjall. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka vdek, në ditën e Kiametit ringjallët, sikurse krejt na që kena më ringjall. Prandaj feja na mëson neve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku i ka kufit, sa i ka kufit, si duhet mos sjell me ta, edhe sa duhet me ngu. As nuk bën me nënçmu, as nuk bën me të kalu
që respektin ndaj tij me kalu në adhurim. Na pejgamberin alayhi salatu wasalam e dojmë se Zoti na ka obliguar me dash. Na pejgamberin alayhi salatu wasalam e dojmë se Zoti na ka thonë që ata me besu si pejgamber. Zoti ka thonë Kur'an, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Thuaj, nëse e doni Allahun, nëse pretendoni se po e doni Zotin, atëherë pasani kanë pejgamberin alayhi salatu wasalam, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Kam ju dashur Allahi dhe kam ju fshi gjunahet. Kul ati'u Allaha wa rasul, thuaj, ndiqeni udhën e Zotit apo ndiqeni Allahun dhe pejgamberin, pasoni Allahun dhe pejgamberin. Fe in tawallu fe inna Allaha la yuhibbul kafirin. Nëse ja ktheni shpinën Allahut ose pejgamberit alayhi salatu wasalam, dije se Zoti nuk I do qafirat. Qyre? Ka thonë Zoti nuk I do qafirat. Çka me kuptu? Lidhe fillimin e ajetit edhe fundin. Respektoni Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse ja ktheni shpinën ose Allahut ose pejgamberit ose të dyve. Fa inna Allah dine se vërtet inne është pjesës harf, pjesës përforcuese e fjalës, pjesë që e vulos fjalën. Dine se vërtet Allahu nuk I do qafira. Që e me kuptu, ata të cilët pretendojnë se e dojnë Allahun gjellëshanu, ama nuk e ngojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam, apo thonë se neve na mjafton Kurani, s'kemi nevojë për sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Allahu po ju thotë Zoti nuk I do qafirat. Nëse e ktheni shpinën njënit ose tjetrit ose të dyve, Zoti nuk I do qafirat. Pra, e ka përcaktu qartë se kundërshtimi I Allahut apo I pejgamberit është kufër. E që kjo është feja o këshill për pejgamberin alayhi salatu wasallam, për mësimet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra, feja është këshill për udhëhecësit e muslimanëve. Kjo është një kapitull të udhëhecësit e muslimanëve shumë I rëndësishëm, ku shumë njerëz kanë teprem ose mungesë të sjelljes me udhëhecat. Na jemi të folë për udhëhecat musliman. Kemi udhëheca musliman dhe kemi jo musliman. Udhëhecat musliman na kemi në shtetin islam, e kemi obligim me respektu. I kemi obligim me ndëgju. E kemi obligim ato ligjet të cilat ata I vënë, edhe normal nuk janë kundërshtim me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e kemi obligim me ndëgju. Dhe dalja prej respektit tyne është prej mëkateve të mëdha. Edhe kryengritja ndaj tyne e obligon pjesën e muslimanëve, udhëhecësit e muslimanëve, me luftu qatë person ose qatë grup I cili qohët në kryengritje kundër shtetit islam, edhe nëse ai grupi është musliman, sepse kjo quhet devijim edhe fitne. Edhe nëse ai pretendon se ka më mirë se sa ky, përderisa pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë nuk shihni kufër për udhëhecave, atëherë duheni me respektu. Pastaj kjo kapitulli I udhëhecave të muslimanëve nuk po du me qëllim me hy ma detajisht, për arsye se mund të jetë pak I ndihshëm, sepse na nuk I kemi një udhëhecë domani të tillë sipas Kuranit dhe Sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, por vetëm po du me përmbyll me një fjalë e cila është rregull, pa marrë parasysh besimtari ku jeton, parimisht nuk duhet të jetë person fitnexhi. Edhe nëse është me një shtet jo musliman. Edhe nëse është, nuk I takon muslimanit më kon person fitnexhi. Me bo përqamje, me bo telashe, e tjerë që dikush I bën në emën të fesë, mu qunë për vende publike me vjedh, e ku e diçka në emën të asaj se këta janë qafira, këta nuk gjykojnë me fe, me shariat, këta janë vendi kufrit, e ku e diçka, dhe pastaj me e qitë islamin, faqezi, me budallakit e tyne. Sa I nuk e di, a je sekt, a je devijum, a je dalt fare, a I qëshet ty që ti po falesh, edhe mas I përkrysh namazin, po shkon në supermarket atje dhe po vjedh. Astaghfirullah. Sa pahishme një gjë tillë është. Prandaj na duhet më konë shëmbëltyr. Edhe tjetra thot, feja është këshill
për muslimanët. Kur themi për muslimanët, për këtu hyn secili musliman. Pse e ndallu udhëhecat? Pse ka përmend udhëhecat se çështja e tyre është e ndihshme. Edhe duke pas një udhëhec sado që mundet mu duk me vrejtje, ma mirë është me një udhëhec se sa pa ta fare. Pastaj udhëheci ka përgjegjësitë e veta para Allahu xhaleshanu. I ka përgjegjësitë e veta para popullit. Kush e merr një amanet, një udhëheqje dhe nuk e jep hakin, vendi i tij është xhenami. Vendi i tij është rrezik. Prandaj përgjegjësi që e merr një amanet, ose le ta çon në vend që duhet, ose le të tërhiqet, ose mos ta lyp prej fillimit. Edhe e fundit, feja është këshill për muslimanët në përgjithësi. Transmetimi po thotë për muslimanët në përgjithësi, këtu hyn çdo kush. Çdo musliman pa marrë parasysh profesionin e tij. Feja e këshillon që i bie nuk ka njeri në botë i cili nuk mundet me gjetë veten edhe këshilla për vete në islam. Gjoni një profesion, një individ, një kategori të shoqënisë, ku do në botë, edhe thuj, ose ajle të thëtë, për mu s'ka argumente në fe, domethënë nuk mujune me gjetë veten, avokati, prokurori, gjykatësi, polici, ushtari, automekaniki, mjeku, hoxha, hoxhallat bile ma shumë. Pse se përgjithësi janë fjala, jo ma shumë për përgjithësi. Se e dinin, xhehenami prej këtij umeti nuk fillohet me automekanik reshat, po me hoxhallar, në aspari, në xhehenam, në fund atje. Pse? Nëse bëhen sanët jo për zot Zotit. Andaj përgjithësia është e madhe. Allahu xhaleshanu ka këshillu përmes Kuranit, përmes sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në pika sa më të detajuara meselen se si muslimanët duhet më kanë të kujdesshëm për mos me hub dunjon as ahiretin e tyre. E jona çka kërkohet? Kërkohet e jona vetëm me ju përmbajt aty në mësimeve të Zotit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që kaç? Më bëhet sinqert edhe më dhon hakin sa të kemi mundësi. Lutë Allahu në xhel që na fal, na udhëzoj, na I përmirësoj ibadetet tona. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil